Në kuadër të vizitës zyrtare në shtetin e Ajovës, Bashkimi Jashari, komandanti FSK-s, vizitoi bazën e aviacionit të Gardës Kombëtare të Ajovës, e cila vlerësohet si një nga njësitë kyçe të saj. Sipas njoftimit të FSK-s me këtë rast, General Jashari pati mundësi të shohë nga afër aftësitë dhe kapacitetet e kësaj baze, duke përfshirë helikopteret e modelit Black Hawk, të cilët i ka në dispozicion GKA. Gjithashtu, stafi i kësaj njësie i njoftoi komandantin e FSK-s dhe delegacionin e tij në lidhje me procedurat e trajnimit të personelit të aviacionit, mirëmbajtjen e helikopterëve, infrastrukturën përcjellëse dhe inspektimet e nevojshme për helikopterët në fjalë. Gjatë vizitës, General Jashari dhe General Osborne u pajtuan për krijimin e grupeve pranues të përbashkëta për planifikimin e ngritjes së këtij kapaciteti në kuadër të FSK-s, duke përfshirë trajnimin, operimin, mirëmbajtjen dhe infrastrukturën adekuate, thuhet në njoftim. Në përfundim, Jashari vlerësoi lart profesionalizmin e kësaj njësie, si dhe e falenderoi stafin e bazës së aviacionit për gatishmërinë e tyre për të ofruar mbështetjen e nevojshme për FSK-n në lidhje me helikopteret Black Hawk, si kapacitet shumë i nevojshëm për FSK në të gjitha të ardhmen. Në vijim njoftimi i plot. Në margjinat e vizitës zyrtare në shtetet e Ajovës, komandanti i FSK-s vizitoi bazën e aviacionit të Gardës Kombëtare të Ajovës, e cila vlerësohet si një nga njësitë kyçe të saj. Me këtë rast, General Jashari pati mundësinë të shohë nga afër aftësinë dhe kapacitetet e kësaj baze, duke përfshirë helikopteret e modelit Black Hawk, të cilët i ka në dispozicion GKA. Gjithashtu, stafi i kësaj njësie njoftoi komandantin dhe delegacionin e tij në lidhje me procedurën e trajnimit të personelit të aviacionit, mirëmbajtjen e helikopterëve, infrastrukturën përcjellëse dhe inspektimet e nevojshme për helikopterët në fjalë. Gjatë vizitës, General Jashari dhe General Osborne u pajtuan për krijimin e grupeve punues të përbashkëta për planifikimin e ngritjes së këtij kapaciteti në kuadër të FSK-s, duke përfshirë trajnimin, operimin, mirëmbajtjen dhe infrastrukturën adekuate. Në përfundim, GLT Jashari e vlerësoi lart profesionalizmin e kësaj njësie, si dhe e falenderoi stafin e bazës së aviacionit për gatishmërinë e tyre që të ofrojnë mbështetjen e nevojshme për FSK-n në lidhje me helikopteret Black Hawk, si kapaciteti shumë i nevojshëm për FSK në të ardhmen.